Bardha dhe të zeza me 53 euro të copa, është me çmim të mirë. Qarë, pse kanë atjere të zeza të bardha e kanë atjere? Edhe të zeza dhe të bardha. Samsoni. Ato gjishe. Po kjo është njëra, po. Po Samsoni kanë zirë shumë muskuloz, nuk është kaq muskuloz Samsoni, të kështë gjithë një tjetër më normal, po çon si ka. Pra fytyra është e tij, e bukur është. Po tjetra Ledio? Dhe ndërkohë Ledio më thuaj dhe lutem, a e kape Samsonin prapë? Se unë nuk e lë atë pa bërë një lajme. Ja, Samsoni i ka hik. Mos. Ora 12 pra. E humbë mor burë, e humbë po. Do fillohet fëmija i 9 vlla. Kemi porosit një video, kemi porosit na nisi me video mesazh. Do na i nisi? Ekskluziv, po. Tani? A, do bëj kështu selfie? Po e tentojmë që ta marrim tani, po Perl. Po e kapu? s'kemi arrit akoma të komunikojmë. Ah, dakord. O Ledio, po me mja tjetër kush ishte, se kjo ishte njëra që se pashun. Me mja tjetër ishte ajo që tregove në celular në fillim. Se nuk e kemi? Jo, nuk e kam. Kisha në celularin tënd. Ta kam nis më burë? Ta kam nis dhe ty? Shive se e ke, ja, ta kam nis dhe ty, Ledio. E ke të zëlëja dhe e ke të grupi zëlë. Jo, më se pas ke të grupi zëlë. Po ku e ke? E ka të të. E ka? Ja qova. Ta ka quar Sebastiani, Ledio. Ke ko, deri në fund të nxjerrim. Dakord? Mi Ledio, të vazhdojmë ne? Po, vazhdojmë. Riplaset fabula në ekran. Fabula e Kol Bregut. Vazhdoni bëni pyetje ndërkohë te kjo kutia e bukur që ju del në ekran këtu, në krahun tim të sa i bie, në krahun tim të djath, i bie, krahu im i djath ose krahu juaj majt. Bëni pyetje te ky QR kodi, bëni një login, bëni një skanim dhe bëni pyetje për gjërat që ne flasim këtu në studio. Mos bëni komente, nuk lejohet, vetëm pyetje. Kol Bregu më bëre pak a shumë ekspozen e hetimit që ka filluar Spaku prej 9 muajsh. Po. Që ne e morën vesh tani ndaj orave të fatit. Po, ajo zhvillim interesant që ka qenë, që e ka marrë seriozisht, do të thotë, është një zhvillim kur shefi i opozitës Sali Berisha nxjerr në faqen e tij Facebook një nga kompanitë online të jashtëligjshme që funksiononte në Elbasan. Dhe për këtë është marrë më njëherë hetimi i Spakut. është nis nga doktori? Jo, ai e kishte hedhur në Facebook. Qartë. Në hetim, ka patur zhvillime, i është kërkuar me njerë AMFL-s, i është kërkuar institucioneve të tjera shtetërore, të dhëna për atë kompani, çfarë dinin, pse nuk ishte bllokuar e tjera me radhë. Pra që të them që hetimi është tejet serioz. Qartë. Dhe, por, nuk kuptohet, derisa të përfundoj dhe të ketë të pandehur ky hetim, kuptohet që çdo kush... Deri tani s'ka të pandehur. Jo, është hetim. Hetimi, nga ato që unë kuptoj, hetimi pse duhet ta thoja në këto momente, sepse me ato që kuptoj, hetimi zgjat paktën një vit dhe në shkurt është nisur të vitit shkuar, besoj në shkurtin e këtij viti ka gjasa që të formëzohet, të ketë edhe të pandehurit e parë. Qartë. Tani që të lidhemi ke pjesa. Jo, zakonisht jo, nuk ka. Hetimi nuk ka fate, po zakonisht aq i çon Spaku hetimet që ka një vit. Rreth një vit. Edhe pak është bile. Tani ku është një lidhje për seriozitetin e plot të kësaj? Besoj që prokuroria speciale ka kuptuar fare qartë që duhet i godasi grupet kriminale tek paraja kesh. Sot bastet online japin në Shqipëri afërsisht të gjitha bashk, se 51 janë në hetim, unë mendoj që jam 200 në Shqipëri, por të gjitha bashk japin në vitin më të keq, që kur janë krijuar 1 miliard euro, dhe në vitin më të mirë 2 fishin e kësaj shifre. Më thuaj se çfarë të bën krimi i organizuar duke patur bastet e palishme, duke qenë se ka 1/4 e buxhetit të shtetit. Vetëm nga ku marrin. Duhet kuptojmë një gjë, që kaq para nuk i fiton dot as në trafikun e drogës. Prandaj lufta për territor të basteve të palishme dhe të kazinove të palishme është e madhe. Është tirë në gjithë territorin ky hetim, ose vetëm Tiranë, këto 51 kompanitë? Në të gjithë Shqipërinë. Është gjithë Shqipërinë? Gjithë Shqipërinë. Okej, dakor. Domethënë kudo që ka një IP që hapet me ato adresa që ai ka në hetim, është në hetimin e SPAK. Tani, është kuptuar që ka shumë para. Dhe gjatë gjithë kohës, paraja kesh i mjafton atyre për të korruptuar këdo, për të futur kudo.
Kjo ka rënë në sy të prokurorit special, i cili besoi tani do ta zhbëj këtë gjë. Mirë po, një nga arsyet Dhe e ka Dumani këtë dosje. Ka Dumani dhe prokurori dhe i prokuror tjetër janë dy prokuror të çështjes. Në këtë moment çfarë mendohet? Që ka dalë ligji për bastet e lishme dhe ende nuk kanë filluar nga procedura. Kush e pengon? Komisioni i dhënies së licencave. Më fal, ka kaluar dhe komision parlamentar që çerë ato nën Edhe nën ligjet nuk punon. Aktet ligjore kanë kaluar? Janë në përfundim aktet në ligjore për komision. S'kan kaluar, pra. Po komisioni është ai që duhet të. Ky i dhënies së licencave i cili vonon në çdo moment kur ti paraqet, ky është kryesori. Komisioni i dhënies së licencave që është një komision shtetëror. Shtetëror normale. Shtetëror. Është i kryesuar nga kush? Gjergjitau. Gjergjitau. Në moment, në këtë moment. Tani, cila është puna e SPAK? Për të parë, a ka lidhje ky komision me pengesën e lishmërisë dhe a ka ndonjë lidhje me palishmërinë? Kjo është një ndër pikat e hetimit. Qartë. Pra ku lidhet? Pse nuk bëhet, pse nuk kthehen të lishme këto? Pse nuk kthehen të lishme? Pse nuk legalizohen? Jo se ka SPAK-u në një merak të madh pse nuk kthehen. Por duhet të godasi paran e jashtëzakonshme që ndodhet te grupet kriminale. Çfarë duhet kuptojmë? Arrestoj sa duhesh ti grupeve kriminale njerëz. Bën të tjeraj. Sot kushdo e ka ëndër që nga fëmijë të futet dhe të militoj në bandat e mëdhaja e grupet kriminale në Shqipëri. Se ka dhe shumë lek. Po. Atere, kë duhet i godasësh? Atë që tha Falcone. Parat. Dhe i parat duhet të drogën po ja godet. Po si godeti të bastet e palishme, është njësoj si kur është në vend numëro. është para shumë e madhe. Dhe është para kesh. Duhet them, personazhi kryesor në Shqipëri, i cili është dur, Pervis Martinaj, e bëri famën e tij për një arsye. Kishte shumë para kesh. Sepse kontrollonte bastet online. Nuk merre me trafik droge, nuk merre bastet kishte. Po bastet e palishme. Edhe ishte numri... Do të kujtojmë për publikun i cili nuk është ka në memorie të madhe, që bastet i ka kur erdhi Rama në pushtet në çfarë viti i nxori, kështu që i bllokoi këto. 2000 Ishte mandat dhe parë, Roger? Që në fillim. Jo. Loj aksion, jo. Tahiri pra? Këto me... Bëri një rregullim, ishte... Fundi, më fal, ishte aksion... I rregulloi me ligj, por besoj... Në mandatin e dytë në duket apo të parë? Mandatin e dytë. Po, qartë. Nuk e linte grupi parlamentar. Bravo. Në mandatin e dytë... Pra në një famënyre, i nxori jashtë loje... Dhe i futi prap në... Jo, si ka futur? I latë pa legalizuara. E kaloi parlamenti. Kërë pas shumë vitesh më burë? Tani... 6-7 vitesh. 6-7 vitesh më burë? Po, e la. Po, pra. Pra, imagino se çfarë janë bërë këto 6-7 vite, vlla. Marsit. Problemi është që... Para jashtëzakonshme. Rama politikisht mbaroi punë. Dha atë verdikt që të rikthehen bastet në një lloj forme online. Po ka 2 vjet duket. Po. Tani, ata që duhet të zbatojnë janë të tjerët, nuk është Rama. Nuk do merret Rama me aktet në ligjore. Merret dikush tjetër. Rama hes një firmë. Unë po pres tani, po pres se ma mbyllësh ti gjithë të fabul, duke me thënë ç'lidhje ka me Duranat tek parku. Po. Ja, kryetari i komisionit të dhënies së licencave të baste është dhe administratori Durana Park. Po nuk është vetëm administratori Durana Park. Po nuk është vetëm administratori Durana Park. Ka dhe kompaninë e lëvizjes së parave online më të madhe në Shqipëri. Prit tani, se tani u bëra lëm shumë këtu, i sekond. Se unë këto gjëra se i kuptoj shumë mirë. Po. Pra, ky që ka kryetari i komisionit të... Njëkohësisht, pra. I komisionit të... Dhënies së licencave të basteve. Është gjithashtu dhe... Administratori i Duranat tek park. Po. Tek logjik. Bukur. Dhe ka gjithashtu të ti? Firmën, ndër firmat më të mëdhaja, të lëvizjes së parave online. Ç'të me thënë kjo? Parave online janë... Si në firmë që parave të online? Do ta kujtoj Pajsera Albania. Si quhet? Pajsera Albania.
Po që është kjo firmë? Si, ç'do të thënë të kalimit parave online? Kalon parat online. Si forma e... Është si puna e PayPal-it? Po e PayPal-it. Po ç'a është? Kjo është firmë tjetër, është aplikacion tjetër. Këtu e përdorin, edhe kontrata shtetërore ka pafund. Po atë më komplet në... Tani, ku është problemi më i madh? Po shtë që ka këtu që është njëti person që ka këto tre? Online, janë online, para do lëvizin online. Si mund tjetë, është njësoj sikur, a mund të vëm ne pronarin më të madh të ujit pagas në Shqipëri, drejtor të ujësjellsave në Shqipëri? Po do mbyllë dhe rubinetat me shit ujin e vetë. Mund të vëm pronarin më të madh të minjerave, drejtor të minjerave në Shqipëri? Po si, këtë do vëm? A, është konflikt interesi, thua ti? Konflikti hapur interesi, si... Komisionit të licencave, Në? sepse i bie të gjykoj veten. Prej 18 muajsh nuk e shtyn dhe nuk e nxit procesin e ligjërimit basteve. Pra ky është konteksti i asaj. Edhe për këtë sultani, Ramzi IV, i plot fuqishmi, i pafyshmi, nuk di që fare, apo s'pjerdh ai, po do merret me këto gjëra? Besoj tani... Sa gjëra ka ai do merret me këto gjëra të vogla. Sultani nuk i din, po kur i shef atje në fotografi që hynë para spakut, aty kujtohet që thot ky ishte bashkëpunëtori im, Është nevoja e spaku e ka shtyrjes fajin. përpara të ligjërimit basteve. Ky Pra, është- personi nuk e shtyn. Nuk e shtyn, pa e tha Poli, po, nuk e shtyn. Interesi. Ky është problemi. Sultani i shef atje pastaj, që bëjmë paradë. Jo, mo, kot tash unë. Dalje dhe Nga që ka shumë para në lojë, pra prandaj. Kur hynë atje përpara spakut, atje ishe ashtu si që ka parë gjithë me radhë. Dhe Po, kur do me hynë atje- thënë ti, po, atëre një sekundë, sa kohë ka ky që është i njëjti person, the ti, që i ka të treja këto funksione? që në momentin që u hap Durana Park, i dhanë dhe këtë pozicion. Pra para një viti e ca është, apo në shkurt është apo ajo? Ja dhënë në shkurt, i dhanë dhe këtë pozicion dhe këtë, të dyja bashkë, një herësh. Po mirë, është, se thuash, është shkelje ligji kjo? Shkelje diku ligji këtu, pra ka një vepër, ka një gjë Jo, që do ta funksionon? shpjegoj që kjo Ka është konflikt një aferë interesi, ndryshe. Konflikti i interesit është me në rolin e kompaninë që Komisionit ai të ka. licencave. Prit mos isni një kohë. Konflikti i interesit është me firmën e madhe që ai zotron të parave online. Aty do lëvizin paratë e baste. Po je i bindur të që zotron ai atë dhe nuk e ka hequr dorë ai dhe mund nuk e të lënë në këtë tjetër? Është aktualisht, po thot Çani. Absolutisht. Vazhdon, është aktualisht Se administrativ. ti e di që këta kur marrin një post, heqin dorë nga një gjë private. Jo, i ka të deputeti. dyja. Si deputeti. I ka të dyja. Me emër. E vetëm gjë kjo e bën diferencën, jo se s'është ai sa ai do jetë prap. Po mos është ka vërë njëri tjetër dhe para ligjit të shrehu. Jo. Si punë deputeti pra që s'lejo të jetë administrator dhe CEO diku. Atëre, jo vetëm që vazhdon ta ketë, A, vazhdon. por këtë kompaninë e parave e ka së bashku, dhe ky është një hetim i MCN-s prej shumë kohësh, e ka së bashku me një ndër drejtorët e akuzuar të 5D-së Erion Veliaj. A, dakord. Që ka e thellë, më bedi, që ka i thellë. Jo, Që ka i vazhdojmë. fell, Jo, atëre, vazhdojmë. Të gjithë lidhjet e tij, Pyta. të gjithë lidhjet e tij tashmë po këputën, se i këputa i mjeshtri. Kur thash ustaj se prandaj ta lidha me... Prandaj kemi është emrimi me- Blendi Gonxhe. Ja, një sekundë, Koli. Si te Durana, si te komisioni. Dhe në një Dëgjova Blendi Gonxhen, po çfarë? është emrim, është i emruar nga Blendi. Ai ka vënë Gonxhe. është- U e ha dhe Gonxhe domethënë. Është si te Durana, si te komisioni, dhe kanë nënshkruar kontratat si për Ergysa Gasin, por në një Do dilja edhe te për kjo Ermal pjesa. Beqirajn. Pra i kanë nënshkruar, pra Koli e di më mirë se kanë ndjekur. Jo, investigimi nuk është... Çfarë kontratash? Ky është investigimi i MCN-s, Çfarë kontratash janë kol? kontratat e Duranës. Ky ja ka dhënë Çfarë Ergysa kontratash? Gasit. Kanë marrë para këta nga Durana. Jo, ata... Janë bërë pjesëtar, kanë dhënë para. Janë regjistruar. E po ç'kontratash ajo? Ata Kot. kanë ikur kanë marrë lehtësira fiskale nga shteti. Nuk i ja jep ligji, nuk e jep Durana. Durana është instrument ligjor. Durana i Nëse gjithë është... nëse s'do të ndryhy, jo, Durana është i gjithë një Vazhdo. shtetje e hapur e asaj, po sot mund... s'kemi vendim gjykate akoma për këtë. Mirë, kështu nuk ishim dhe për akshin. As hetim, siç kemi për këtë. Mirë, kështu nuk ishim dhe për akshin dhe atje janë. Për sa kohë s'kemi Hetimi themi që Është s'ka. fillim, është fillim. Hetimi. Po ne kemi drejtë të flasim apo jo? Do më thënë, edhe për akshin kështu Dhe dyshojmë rëndshëm madje. po. Kjo është detyra jonë si gazetar. Okej, prezumohet i pafajshëm kudo, nuk ka lidhje me atë. Lidhjet e tij janë të pafundme, nuk është vetëm se ka marrë këto dy detyra. Kontratat e tij janë Ergysa Gasi, Ermal Beqiri, të gjithë lidhjet e tyre, ata që janë të akuzuar në bashki për afera korruptive, këto janë lidhjet e tij dhe nuk mund t'i shpëtoj spakut një emër i tillë në të gjithë këtë ombrell. Kështu që fillimisht një herë, ajo që është e dhënia licencave, sepse hetimin e kishim atë që folëm në fillim është për bast.
nuk mundet që kryetari i komisionit, dhe kjo do t'jetë objekt i hetimit. Se në të vërtet, shiko, do të kujtoj... Nuk mund të theti kryetari i komisionit vazhdoj fjalin? Të ketë edhe kompani të parave online, sepse bastet online do lëvizin me parat online, dhe ky ka tregun më të madh të parave online në Shqipëri. Është haptazi shkelja më e madhe në konflikti më i madh i interesit. Po për një sekond, bastet online, vlla, fatikisht, njerëzit hedhin lek online të këto bastet? Po, online se nuk kemë kesh në baste. Po nuk është bastet online që nuk janë, që janë të palishme, pra këto që janë të zezë. Të palishmet. Po të palishme flasën o, Të palishmet ka lidhje ky. Atje bëhet nami, o pra. Atëre, të palishmet ky po hetohet, a kanë ndonjë lidhje që ky nuk shpejton me nxjerrjen e akteve nënligjore, me dhënien ndihmë duke favorizuar kështu krimin e organizuar. Se e ka marrë spak. Po baste online të lishme në skemi akoma të legalizuara. Vetëm të palishme, janë vetëm të zeza. Atëre. E mora vesh. Po mi një sekund, po parat nuk janë online pra të bastet. Këse janë duke të thënë. Në këtë moment. Ky është Po, në gjithë të vite, në gjithë të vite. Këtë pozicion nuk mund ta kishte sepse ka edhe në moment nuk mund. Thjesht them nuk është konsumuar vepra. Ky është komision, apo ky është komision apo ky është vetë Ali vetë ti, pra ka bord, vendos bordi apo vendos ky? Teorikisht ka drejtë ai. Po konsumuar vepra nuk është. Sepse nuk ka akoma para online në është baste. konflikti pastër interesin. Teorikisht jam dakord me ty. Atëre, dhe e dyta, po shikohet, a ka ndonjë lidhje midis grupeve kriminale, sepse kur ta thash në fillim, në kuadër të grupeve të strukturuara kriminale, nuk po futet spaku se luan sokoli 2 baste online nga telefoni. Se kjo nuk është procedurë e spakut. Spak futet atje ku ka dyshime për grupet strukturuara kriminale. Dhe në këtë moment po heton këta që po favorizohen dhe i kanë bastet e palishme në këtë moment, apo favorizohen nga komisioni i dhënjes dhe të licencave të basteve, dhe po a favorizohen nga kreu i saj cili ka një lidhje të tillë? Dhe online-i nëse lëviz dhe ata nëse lëvizin, prap do lëvizin në këtë lloj forme megjithatë ky është një objekt i hetimit të spak. Lidhja më pas me Duranën është po ky njeri në ato kompani, si administratori Duranës, në po ato kompani që ky i dhën lehtësi të fiskale, ato që ka krijuar kontratat e para, ka dhënë 50 kontrata, sërish prap këta kalojnë po tek kompania e tij në dhënien. Kjo është unë në logjikën time e kam quajtur si një lindja e një gysi të ri. Sepse ishte lidhje e tij. Por të shkuar... Ishte shok me gysin, ka që shok me gysin. Gysi, do më thënë, të gjithë këta mund të jenë shok të gysi. Këta mund të jenë shok të gysi. Jo, kot pyte. Jo, vazhdo logjikën, Për të thënë këtë logjikën ashtu... Për të mbyllur. Procedimi parë penal që ka bërë Altin Dumani është në Lushnjë, si shef. Dhe kur kam parë hetimet, është një punojse aty e bashkisë Lushnjë. Për bastë për gjithmonë? Jo. Okej. Dhe thot ajo kur në përgjime del që merr shefin e vet. Po shef, na pas ka ardhur ky spaku sikur ç'a do na bëj. Ç'a ti them mund këtyre? 3 muaj më vonë kur doli nga dera e bashkisë me pranga, i erdhi në mendje se kush ishte spaku, edhe se ç'a bënte spaku, edhe se si ti merrte në përgjime haptas fare. Kur i vati prokurori ishte kshu janë të gjithë në kemi parë burra më të mirë që kur shkojnë, në këto momente janë, kush ishte përpara se t'i nxirrte një masë sigurie, spaku Ergyes Agasit, e ishte Lordi Mbrethi i Shqipërisë. Sot ku e ke? Kështu janë të gjithë. Qartë. Do më thënë, kur je atje lart nuk mendon kurrë se ç'a vjen më pas. Dhe prandaj ta lidha me, po ka ustaj çdo gjë. Vjen ustaj. Edhe ka nisur hetimin. Në fillim gjithëve ju duket ti mund të luash 5.000 lekë online në bastet palishme, e thu, unë ka spaku me mua do merret. Jo, ka punë me ty spaku. Ka me këtë lidhje, se ka shumë para. Edhe është një buxhet shumë i madh, i cili i shkon krimit të organizuar. O Korim, mos doshta ka ul çik atë stekën spaku tani më burr. Ne po prisim merre me gjëra të mëdha, po merret e ka ul pak stekën, ka vajt tek ata të vegjël. Po, shiko. Burime nga kjo ministria, më thonë që... Nga cila ministri jo? Nga ministria e... Ekonomisë? E Bledi Gonxhës. Më thonë që në fakt thotë e vërtet është që komisioni pret dalin aktet në ligjore nga ne, për cilat ne jemi duke punuar dhe nuk kanë dalë akoma.
Pra ata thonë që nuk e ka fajin komisioni i Gjergjit, domethënë. Ne kemi çuar akoma komisionit në jakt në ligjor që ai të mund të vazhdoj punën. Mund të... Se nuk e bëjnë tani... Atëre, mund t'i thuash që... Pyeti, ja thuaj, Nuk e di, jo, po Dion, këtë përgjigje jepja kur të shkosh atje tek Spaku. Besoj... E gjove besoj, jo? Po. Atje, e di si thanë kur i mori këta takshit? Që të gjithë antarët e KVO-ve të akshit, i ke në dosjen e Spakut, gjithë thonë, ti pse firmon se e pyste prokurori? Unë s'kam as profesion jurist, kot, s'kisha pun, u fut aty, më thamë firmon se e firmosa. Por të gjithë, në resht, të gjithë asnjëri se kishte detyrën e tij jurist dhe ishte antar KVO-je. Është çmenduri të gjithë antarët e KVO-ve që hidhnin firma, jo në këtë rast. Është me qëllim, jo bëhet me qëllim, vlla. Po normale. Se me këtë heqim vetëm janë 18. O si fillove e pyeste prokurori, o si fillove punë. Vajta tha ishte hap një vend e pash atje, tha. Fillova më pyetën, ku ke punu? O sa mirë, hajde fillo punë. U bita, tha, rroga ishte e vogël, më futën direkt te KVO-ja. Mish për top më burr. Mish për top më. Po dihet ai më bet valla, po dihet ajo. Po pse më? Ta janë gjithë kurbanët administratë. Po patjetër o burr. Janë domethënë ata në Ore, këta si ato në luftë mo, si quhet ai brezi i parë ushtarëve që do të vdesin. Tamam. Si quhen këta? Se si quhen këta, haro gjithmonë me afos ky. Tani, pse të duket e vogël, mua më duket e çuditshme. Në Aragongu do të Ne ikim do flasim po. Ne? Ne do flasim edhe për drogën, por kjo është 10 fishi i drogës. Para e madhe. Kur do flasim për drogën? Mund të flasim edhe për drogën, por kjo është 10 fishi i drogës. Ka më shumë para thodi. Pafund. Pyta. Droga, lekë. Edhe më pak risk, thuaj o koj. Edhe më pak risk. Fut zero më, ku e trafësh Ky vetë është thelbi, njerëz, bra. po ngelen borx. Ua, ça perle. Pra, për ta Shit. Pra për ta mbyllur. draftet e akteve nën ligjore janë të korriku 2024. Tani duheshin 18 muaj, tyre që të shkruajtën dhe që kërkojnë për t'i bërë këto llogjëra, sepse mund marrim raste për shembull të ish ministrit e ekonomisë. Jo, që të kuptohemi. Unë nuk thash që ta kanë bo mirë apo kanë bo keq. Po marrim rast pas rasti. Ne po thonim që ka disa hapa. Pra hapat janë, në momentin që dalin aktet e ligjore nga ministria, vazhdon punën komisioni. Koli tha i ka bloku komisioni. Për sa kohë si kanë vajtet aktet e ligjore, i bie që komisioni nuk i ka bloku. Ndoshta, komisioni kur t'i shkojnë, i vonon i luan fenore. Nuk po them unë që janë burrat mirë. Po në këtë moment procesi është kemi Ministrinë e Ekonomisë me draftet në ligjore, kemi këtë që tha Koli për komisionin, mund të shohësh open... S'është ministra i zotërias, si di asnjëherë sot jam mund të shohësh opencorporates.al dhe të kontrollosh emrat dhe të shohësh se sa kompani ka. Mund të flasim për kompaninë që ka. Dhe kemi dhe raste precedente për shembull, kemi rastin kur ka qenë vetë Arben Ahmeta i ministër dhe aktet në ligjore që na duhet ikin se Aragongu. 2017-ën ke nëna kam debatën për këtë fare. Nën akte në ligjore brenda një muaji. Pra më kupton, pra kemi precedenca. Zoti Ahmeta ka qenë ministër ekonomia. 9 akte në ligjore brenda një muaji. Tani kemi komisionin. Komisioni thot ministria. Ministria thot komisioni. Tani këtu ka një gjë. Pra, janë aktet në ligjore. Do më thënë, shkon del VKM-ja, duhet pasuruar me akte në ligjore, është qenë korrik 2024, nuk dalin akte në ligjore. Është ligj, është më shumë se VKM. VKM-ja është për zbatim. Po, pra. është ligjo, është më shumë kaloi në parlament. Ajo që po mundohem të them, e shef pra se si i bëjnë, pra... Po fitojnë sa më shumë kohë se shumë lek i madh të lojë me e tha Kori, më është çmenduri. Po ky hetim pra po bëhet në SPAK? E mora vesh. A është dhe pastaj t'i japin përgjigje. I sistemona i ustaj atje. Se kur futesh atje, futesh me Gucci ose çaj është kjo firma në... Mos ki kaq besim. Jo të gjitha rastet janë kështu. Deri... Po shohim që edhe shumë pasuri sekuestruara polirohen. Do kem besim deri në 31 dhjetor 2028. Deri në 31 dhjetor. Dësa unë mendoj që do e marrin vesh tani në fushë. Deri në 31 dhjetor 2028 ka lajme sa duash. Të tilla do hetohet dhe i fundi në këtë. Unë them që është vonë deri atëherë. Po kaloj shkurti dhe zlodhi gjë. Ja, si... Ciao. Atë që thot opozita të Pierre Rama... Ajo të natën e mirë dhe paçi fat. Natën e mirë dhe paçi fat. Kam unë parashikim. Kam unë parashikim për atë. Sulmi më i madh që SPAK do bëj është janar-shkurt 2028. Urdhë? 2028? 2028. Pas 2 vjetësh? Po. Aha, rofsh. Ky është në... Po natë e mirë atë. Kam që themu në... është parashikim. Unë e kam parashikimin. Sepse atëre është fundi prandaj.
Atë është shantazh i madh. Çdo bëni do na hiqin tani apo të vazhdojmë? Tani shtirin mandatin. Po unë e di këtë gjë, po kam frikë se është duke u bërë kjo. Tani po flasim ne. Ky shantazh duke bëhet atëre, ka filluar tani. Nuk e besoj që është kaq i shpejt. Po iku deri atëre mbaroi mandati 4. Jo, s'ka lidhje fare. zgjedhjet e vitit besoj që te zgjedhjet e vitit tjera ende Partinë Socialiste e drejton Edi Rama, nuk ka asnjë lloj dyshimi në atë që kam parë edhe në përgatitjen e dosjeve Edhe jo vetëm kaq. në SPAK. Jo vetëm zgjedhjet, çdo gjë tjetër. Nuk është në lidhje, po te bastet edhe të gjitha Ato tjerat poshtë po do bëhet kërdia. Ç'se ka? domethënë Tu një bie me qindra ngrihen. Jemi Shiko, dakord me ty. që në momentin e tij që e mori detyrën, Dumani tha një gjë. Ne Ky po flet për Dumanin që ka marrë tani, ndërkohë që ka lënë Dumani detyrën. E Jo. vëre konin sa bukur flet. Jo, Dumani tani prokuror ai? shiko. Po le të jetë më burr, tani u Dumani- i riu, bravo. Tani, bravo. lidhja ju ka Bravo, për vetë? s'ka asnjë dorë në asnjë dosje. Po pra. Prandaj them unë, ka. Dumani është pjesë e çdo unë them që SPAK-u ka ndryshuar. Jo, bravo, është në disa Pastaj kam dosje të gabim. forta. është pjesë e Bravo, çdo është në disa dosje. dosje të forta. Po ç'është? Korrupsion kryes, po. Tani është pjesë e çdo dosje. Bëjmë një xhiro dhe rikthehemi me fabulën tjetër, le të jo. Se do ikim deri në atë.